Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Robert Allahut, vërtet njeriu I mençur e kupton realitetin e kësaj jete dhe sa ka vlerë kjo te Allah I lartësuar. Dhe ai I cili e ka parasysh këtë realitet të vërtet, qëndrimi I tij në këtë dunjë nuk është njësoj se sa I atyre të cilët nuk e kuptojnë. Ai e kupton që dunjaja është vend kalim dhe jo vend banim. E kupton që dunjaja është tokë në të cilën ai duhet mjell për të korrur në ahiret ku të kthehet tek Allah subhanahu wa taala. Njeriu I zgjut merr mësim nga ata që e parakaluan në ahiret, ata të cilët I varrosin me durët e veta dhe shikon se çka morën ata prej dunjos. Çka morën ata pas një qefin, çka morën prej dunjos. Për këtë arsye Enes ibn Maliku, Allahu qoftë I kënaqur me ta, transmeton që I dërguari I Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Yatba'u al-mayyita thalath." Tre gjëra e përcjellin të vdekurin, e ndjekrin të vdekurin. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Pas familja e tij, pasuria e vet dhe vepra e vet. Fe yarji'u ithnan, dy kthehen, e ndjekin deri te varrezat dhe kthehen. Wa yabqa wahid, dhe një mbetet me ta. Fe yarji'u ahluhu wa malu wa yabqa amalu. Kthehen pasuria e tij dhe familja e tij, e varrosin, e lajnë në varr dhe kthehen, nuk munden mu fut me ta. Çka mbetet me ta? Vepra e tij. Atëherë ki kujdes. Mos ja zgjëso veprat e tua dhe mos I shumto ato, as për pasuri, as për familje. Nuk ja vlen as për pasuri, as për familje, për asgjë I shumtu veprat, se veprat janë ato që mbeten me ty. Atëherë ki kujdes për veprat e tua dhe kujdesu për to se ato janë shoqëruesi jot në errësirën e varrezës dhe në stacionin e parë të ahiretit deri në ditën e ringjalljes. Dhe po në atë ditë veprat e tua janë të cilat janë shkaktare për fitimin tënd apo humbjen tënde.